Mos na kanë zënë hapësirë private prapa, sepse na kanë rrethuar dhe na kanë pushtuar çdo vend, çdo qytet, çdo bregdet. Por nga dita e parë e kësaj proteste, gardhet në çdo cep Shqipërisë po bien. Kanë rënë gardhen në Zvërnec, kanë rënë gardhen në Rjo, kanë rënë gardhen në Librasht, edhe në Nivic do bie një gardh tjetër ditën e djel. Shqiptarët kanë filluar të imagjinojnë një të ardhme tjetër, një të ardhme ndryshe, një të ardhme më të bukur, dhe jo më një të ardhme të zymë. Edhe e fundit, tani më ne nuk e duam një Shqipëri si gjithë Europa, sepse Shqipërinë si gjithë Europa e arritëm gjithë bashkë në të shesh. A e keni parë se si në gjithë Europën thuhet që duhet protestojmë si shqiptarët? Ndaj një nga një le t'i prekim problematikat e kësaj shoqërie që më pas gjithë bashkë të kemi